thënë PayPal, Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Wallet etj. Janë shërbime që normalisht ofrojnë një shtres sigurie. Zakonisht hakimet nuk ndodhin prej tyre, do të thënë, zona e tyre është në rregull. Zakonisht hakimet ndodhin tek shtëpia. Bravo, ndodh tek shtëpia, do të thënë, e thon thjesht. Ose ne kemi wireless thua kështu. Bravo, për shembull, ndodhin ti shkarkon një ditë diçka në internet, ajo diçka ja ka për shembull një virus, ka një kod malin. Ti e merr për shembull në celular, nga celulari, nga wireless i kalon në modem, nga modemi kushdo pajisje tjetër që futet, vjen nusja mbas dite nga puna, futet në wireless, u mor në virusi. Fëmija etj. Po, kam pasur një rast një biznesmeni që kishte pasur një sulm, më thënë, shumë të madh, edhe ishin futur deri tek virusi ishte futur deri te kamerat. Domethënë që ke për filmat ato. Po, te kamerat e shtëpisë, domethënë, edhe informacioni, materiali i kamerës në fakt dërgohej diku.